Baba e udhëheq një hotel atje. E ka edhe hotel edhe restorant. E nëse më vyn mu në punë atje, a na merrni më vonë? Po nuk ish kam problem, po thoj këta të Kosovës po punojnë. Ko me orë puna, ko me bë punën me punu për shtëpis, e ku më kthy në Kosovë. Kush të më ka marrë seriozisht deri e ku më bë. Përshëndetje. Ju jeni? Liridon Makiqe. Liridon, sot e kam temën e lirë, sa jeton Kosovë Liridon, se e kam për gyrë veçare, kam temën e sot e kam sa ju mungon Kosova edhe sa pa je në Kosovë jeton apo nuk jeton? Ka mungu Kosova shumë, po që 2 muaj që më kthy në Kosovë, me jetu. Je kthy për këtë? Për krejt. Seriozisht? Po, seriozisht. O, ka lindi ideja, që so vjet je në Gjermani? Me 7 vjet kom dalë në Gjermani, jam rritë në Gjermani, e kom kryer edhe shkollën atje, edhe tash kom vendosur domethënë me grua me fëmijë, më kthy për gjithmonë në Kosovë. Se jam dalë në kohë të luftës dhe më ka mungu. E ke marrë nusën Kosovës apo e ke marrë nusën në Gjermani që ka jetu në Gjermani? Nusën e kam Shqipërisë, Tiranës. Tiranës. Do me thonë, nusën e ki Tiranës edhe qysh e priti nusja kthimin e saj me fëmijë në Kosovë, sepse në Kosovë çdo dyti njeri thot qysh me dal jashtë Kosovës, qysh me shku në Gjermani për një jetë më të mirë, një sigurim shëndetësor, një të ardhme për fëmijët më të mirë, sepse nuk shumë njerëz peshojnë Kosovën shumë terr, shumë ze. Kështu që çfarë është ajo që të ka shtyt ty, mu kthy në Kosovë dhe më të adhez atë dritën e lumturisë, dritën e krenarisë për më kthimin në Kosovë? Është e vërtet për shembull për këta që jetojnë këto, shumica i kanë për shembull pagat me shumicë, po flas, i kanë pagat e ulta dhe me vërtet që son ja del se nis muaj në diçka edhe është problem ja dal. Unë kam punën për Gjermanisë. Ti ke arë veç me banu në Kosovë, se punën në rrugën e me në Gjermani, që është të sukur ti kua me gjetë, po vallahi. Qështë, po. A do të më kthy kërrit njerëzit që punojnë për shtëpies, më kthy në Kosovë edhe më kënaq? Kush e ka mundësinë që mundet me punu për shtëpisë, e me jetu në Kosovë, si kur vene jetë se gjonë kërkën. Mas po e rahatin shpirtënore, e dyta edhe për fëmijë, edhe kur e ki mundësin, kur ki pare, të nuk i varën ma diçka për shtetet, të e ki jetën private. Banesën e ke lanë atje? Atje e kum lanë. Se pagun ma heq? Jo. E ku shkon nëse do në me shku në Gjermani tani? E kam babën në Gjermani. Jo, që e ki ato. Unë e kam ullë qelë, në gretë. Normal është ajo. Ti je kthy kur lindi ajo, ajo shkëndia për kthimin në Kosovë? Plus, më falë që për ndërprej, plus baba do më thonë e ka dhe hotelin atje në Gjermani. Do më thonë kur qëka e kam shumë... Babën me hotel për normal? Kur ta ti babën me hotel e me restorant normal që shte e shkurdush? Orex Grill House në Neustadt Weiblingenet, bajmë Rathaus 9, rruga, edhe ka ushqime, është në rrëthin Stuttgartit, në Weiblingen, ka ushqime tradicionale, i banë buk më të mirë, jo që e kam kështu, sinëzisht. Kur do të me ardhë one me përparimin edhe me hangër qatë bukër që aty me fletë qatë hotel edhe me ju kalëzu njerëzë që këka buka mirë, këka fletja mirë. Kur dush për me e papare e ki. Une për thirë për me e ki papare. Sa ditë? Me bilet me ketë papare? Me bilet me ketë papare, hiç për me e ki, vish? Oke, kina me ardhë, edhe kina me pa, për safër me kina me pa intervista. Pa qeter. Baba e udhëheq një hotel atje. E ka edhe hotel edhe restorant. E nëse më vyn mu në punë atje, a na merrni më vonë? Po nuk ish kam problem, po thoj këta të Kosovës po punojnë. Kur zgjove pi gjumit edhe more vendimin për mu kthy në Kosovë? Jo. Kur e kuptove që do mu kthy në Kosovë, edhe vetë edhe qysh e pritën njerëzit, shoqënia, familja, kthimin tanë në Kosovë, sepse mu rrit në Gjermani edhe mu kthy në Kosovë, me grua, me fëmijë, vallaj gratë tona, avesh mi mytë, në ta botë po, se kështë së një. Shiko, kur kom dalë për Kosovës, e kom pas atë menim. Nuk është që e kom marrë atë vendim kështë, po gjithë e kom pas atë vendim pe që e kom qu Kosovën. Edhe gjithë e kom thonë, në gjashtë që kom me arë puna, kom me bë punën me punu për shtëpis, e kom u kthy në Kosovë. Kështë të më ka marrë seriozisht, deri e kom bë. Edhe gruaja e fëmia normal që kur të vjen pushim në Kosovë, është jeta ndryshe, se jem pushim, del, është jeta e mirë. Kur jeton thot çaj, po thot, jo valla se ta bëna seriozisht se mas viti 3 shkën. Jo, nëherë se kam jetë, nëherë mirë është të shku, nëse jetë që shto, sikur që tash, nuk zbesaj që këthejna. Qysh e pritën familjarët, shoqënia, edhe Gjermanë, nuk kam besu, kanë menu edhe shumica, më kanë thonë 3 javë det kime najtë edhe kimu kthy. Edhe
as shoqënia s'kam besu. Jo, ti me rrugë Gjermanijës. Edhe nusja merr rrugë Gjermanijës. Hala jo po Jo me pritet. rruga Gjermanisë, vëlloj rrini në Kosovë, as keni me pagu shtëpi, as keni me pagu qira. Në Kosovë keni shtëpinë e babës, a e keni? Po. Kosovë ka ma mirë me pas rrugën Gjermanisë, sa? Po shka me shku jashtë Kosovës. Se vlen e vërtet. Ani ma baba me hotel, Vërtet. Sa fëmijë ki? Një djalë kam. Një djalë, sa vjeçar djali? 6 vjeç. Ka hi drejt se ka kry qerdhën atje, u kom kështu një kombinim, u hi drejt se kom regjistru prej atje që në shkollë këtë edhe u kry. Është ambientu. Po, mirë është kam ambientu. Gjuhën e ka ditë se edhe na shqip kena fol në shtëpi. Më thonë kom pasi rregull në shtëpi me fol shqip. Allah hilet kajtini me preardhje. Bash po më intereson. Qa që ku pje qaj mas shumë ti. Koko të vështrije sa? Pa tja, son theshe me naj. A bash vështrije si e? A e pe qaj në Rusin. Qëre, na që punojna me Gjermani, nuk e kena kohën. A kur që qaj Rusin në hotel në Gjermani? E kena plan me bo, po, është të vërtet, e kena plan me bo, po halasëm. Se bani hece, vallahi, gjygymat s'kini hesap një dja. Se thëjnë uje Gjermania, s'pëv në keni farë gu. Jo, atje e blenë ujtë. Po uje blem, se ju pa blem më kanë s'pe bajke, ama uje blem i Gjermania, s'pe bajke keni farë gurin gjygym. Po ta thaj ke gjygym. Di shka ka ban nusja e Tiranës kur ka ardhë në vështre nuse, shka ka ban kur e ka pa qajnë e Rusit, shka ka ban që ja ka hek qajnë e Rusit, shka ka ban? Po, mos pore se ka dit as qa është, as shfar qajë. Jo, e ka dit, e ka mësu që gjygymi vogëla me qaj, gjygymi madha me val. Po e ka mësu mos anej. Qa ka ban për mjë duk malet? Ja, se di. A di qa ka ban? E ka mu gjygymin e valjes me Coca-Cola. Edhe ato se këshin kuptu. Thuj në sostone moshe gjygymin me Coca-Cola kur t'ka musafir shumë, s'pe marshin vesh në vështreshe shka. Ja, loj, kër ti për 20 qoja, mos e merë vesh, për garanti. Jo, se merë vej vërteto. Qëfar mesazh ju kështë dhonë gjitha të njerëzve që jetojnë në jashtë Kosovës, edhe kanë me dy menje për më këthy ose mos më këthy në Kosovë? Ka shumë mundësi, edhe munën me më kontaktu nëse kanë interes për më këthy, ka plët zgjidhje. Cilat janë ato zgjidhjet këthimit? Po, ka plët... Fehuni, Fertuzi, Kraje Ulqinit, Fehuni, Emosolini. Ka punë për shpis që munën me punu, ka plët punë shpis që i njaf edhe këtu në Kosovë që ofrojnë punë për shpis, edhe paguan shumë mirë. Edhe nuk ja, shamon nëse e merë një 2.000 euro për shamon në Kosovë, janë sikur me i marë 6.000 euro në Gjermani. A e kelon atë stresin e Gjermanisë jashtë? Që është një për arsye. Kur ke ardhë ndo këtë je kanë pak ma i zbet, je kuqëta. Kjo është edhe një për arsye, se këto kur qohësh me nxeste, nuk e ki asë një lej shtresi. Ja, ku të qohësh, ja vëlla, Kosovë, ku të qohësh, me bismillah, jargonin, ki me do në dritare, ki me thonë, zotë shqyqër, bile qira në paguj. Po, edhe... Se me baba ta ka marrë shpje, nërmën, se me pagu qira, kur baba i ka shkreti, ketë njerës dhe veta në shpje. Qështë është pasha zotin, jo vesh për shpi, po edhe tjerëve, që janë gërbeqarë, që janë kanë, po... A të kanë thonë shok Gjerman që kanë me anë Kosovë me vizitu? Po, edhe i kumpru, edhe kjo jeton në Gjermani kolego, edhe kjo ardhë me mu, kam ardhë nesër edhe një tjetër e vinë plët tash me vizitu Kosovën. Seriosisht? Po. Bravo të koftë, që shpjo do këtë të me Kosova kur po vinë? Po, këti për shamo kjo është tërë, këti pjo do këtë njëjtë, sikur në Turqi nuk është në i fardalimi madhë, në Gjermanën vjen nesër, tash të shokë. Nesër shohmi na 2 apet me Gjermani. Nesër intervista tjetër me Gjermanit. Ju të dashur me që rini me neve, sepse gjonat e mira i se dhe veç nga Kosova Info ju informon për çdo gjë.